Skuadra e futbollit Boreli e mbylli kampionatin kombëtar të kategorisë së parë për vitin 2025-2026 në vendin e 7 nga 12 ekipe që ishin në garë. Matjanët arritën të siguronin qëndrimin në kategori, ndonse jo brenda objektivit që ishte përcaktuar dhe deklaruar që në fillim, që të ishte një nga 6 ekipet e parë të kësaj kategorie. Megjithatë, rrugtimi i skuadrës drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj ka qenë me intervale gjatë gjithë sezonit. Surprizat nuk kanë munguar as me fitore ndaj ekipeve më të mira të kategorisë, por as me humbje ndaj ekipeve më të dobta. Gjithsesi, rezultatet e diskutueshme ishin ato të javëve të fundit, ku ekipi nuk arriti të fitonte në shumë prej ndeshjeve, qoftë edhe me skuadra të vendeve të fundit. Në 10 muaj kampionat matjanë zhvilluan 33 përballje me të 11 ekipet e tjera të kategorisë së parë. Nga këto skuadra arriti të merrte vetëm 9 fitore, të barazonte në 10 ndeshje dhe të humbiste në 14 ndeshje të tjera. Djemtë e skuadrës së Borrelit arritën të shënojnë në portat kundërshtare 27 gola në të gjithë kampionatin, ndërsa ekipi pësoi 45 gola, duke krijuar një diferencë me 18 gola më pak. 37 pikë grumbulloi skuadra me këto rezultate, që i dhanë përfundimisht vendin e 7 në kategorinë e parë, një vend që as nuk futej në zonën e play-off e as në zonën e play-out. Tashmë pas këtij bilanci, drejtues të klubit duhet të mendojnë për sezonin e ardhshëm dhe objektivin që duan të arrijnë.